Trupi gjyqtarit 33 vjeçar Skerdilajt Konomi, vrarë një ditë më parë në qendër të Vlorës, ka kaluar përmes qytetit dhe më pas është vendosur në kinoteatrin Petro Marko, ku janë bërë omazhe dhe nderimet e fundit. Miq të afërm, kolegë dhe qytetar i kanë shprehur ngushëllimet bashkëshortes dhe familjarëve për humbjen e 33 vjeçarit, babai 2 fëmijëve të mitur. Në omazhet për gjyqtarin e gjykatës së shkallës së parë të Vlorës kanë marrë pjesë krerët më të lartë të drejtësisë, përfaqësues të politikës, drejtues të pushtetit vendor të Vlorës. Duke e cilësuar një ngjarje të rëndë dhe goditje për drejtësinë, ata i kanë bërë apel shtetit të zbardhë sa më parë vrasjen e gjykatësit 33 vjeçar Skerdilajt Konomi. Kam vendosur të kërkoj urgjentisht mbledhjen e Këshillit të Lartë të Drejtësisë për të analizuar dhe për ta bërë pjesë agjendës së kësaj mbledhje. Nëse nuk garantohet jeta e atyre që japin drejtësi, imagjinoni se sa mund të jepet drejtësi. Të ngresh dorë ndaj njeriut, ndaj funksionarit, ndaj gjyqtarit është ndoshta krimi më i madh që mund të ndodhë vetë ekzistencës së shtetit. Unë besoj që ky është një moment reflektimi për të gjithë. Është një krim i cili ka dënuar dhe ka rënë në radhë të parë ndaj familjes, por pastaj edhe ndaj shtetit, ku duhet jetë shteti i cili ai duhet vendosi drejtësinë. Bëj thirrje të gjithë instancave përkatëse të bëjnë maksimumin e mundshëm, sepse me këtë rast është dënuar rënd familja, është dënuar rënd qyteti i Vlorës, është dënuar rënd edhe sistemi i korruptuar në Shqipëri. Pas omazheve, trupi gjykatësit 33 vjeçar është shprehur në varrezat e qytetit të Vlorës. Skerdilajt Konomi u vra mëngjesin e 9 shtatorit në rrugën kryesore të Vlorës gjatë një atentati të tipit mafioz. Makina e tij u përfshi nga flakët pas një shpërthimi të telekomanduar. 33 vjeçari babai 2 fëmijëve ushtronte detyrën e gjyqtarit që prej vitit 2004. Fillimisht ai është emëruar në Fier dhe 2 vite më vonë u transferua në gjykatën e shkallës së parë në Vlorë.